Fitoria po duket me këtë masivitet ju i këtu që në prezent me neve. Këto investime që jënë bon lap edhe ngolak për këto 5 vite, nuk ka asnjë fush e interesit përbasht e cila nuk është prek. Unë mendoj që Fitoria është e pavitueshme sepse këtë ja siguron puna e mirë, angazhimi dhe prosperiteti i komunës së Besjanës. Ish kryetarit Beliu ja kemi dhënë idenë për formimin e shërbimit shtëpiak ose paliativ, por se nuk e kanë pranuar. Sot tash dolin edhe propagandojnë sepse këto shërbime të cilat ne ka pranuar kryetari janë shërbime të cilat me vërtet po duhen ngrisin në nivel shumë të lartë. E kemi gjetë buxhetin arsimit me 116.000 euro, buxhet të projektuar. Dhe e dini sa kemi që tash? 1.6 milion euro. Investime në veç mos e harroni numrin 105 edhe lëvizjet me vendosje, sepse aja i mbyll krejt.